Njësia trafikut rajonal në Gjakov është pajisur me 2 motocikleta të cilat do të shërbejnë në identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshme, duke pasur si prioritet drejtuesit e motocikletave. Kapiten Albin Saçi u shpreh se në të ardhmen pritën të vijnë motocikleta tjera me kubikazh më të madhe. Ne si rajoni Gjakovës, njësia trafikut rajonal është pajisur me 2 motora që janë 125 kubik. Me këta motora, policia trafikut vepron në trafik në identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshme, por si prioritet janë identifikimi i kundërvajtjeve të motociklistëve. Zyrtarët policori kanë kryer trajnimet në lidhje me motocikletat edhe ata vazhdojnë me patrullimet e ndryshme. Në të ardhmen e shpejt priten edhe motora tjerë në kubikazhe edhe më të madhe. Kapiteni Saçia tha se duhet bashkëpunuar në mënyrë që të mos ketë viktima në komunikacion dhe të vetëdijëson drejtuesit që të mos vozisin motocikletën pa masa mbrojtëse. Si sfide jona dhe policisë është që ne të punojmë dhe të ndikojmë së bashku në një preventiv, në një vetëdijësim dhe po ashtu të ngrisim kulturën e drejtuesve të motocikletave që ata të mendojnë për sigurinë e tyre. Ne nuk mund të lejojmë viktima në rrugë, nuk mund të lejojmë fëmijë ta drejtojnë motocikletën, pra duhet t'i vetëdijsojmë edhe ata dhe prindrit e tyre. Nuk mund të lejojmë në rrugë që drejtuesit e mjeteve e motocikletave ta drejtojnë motocikletën pa helmet, mbrojtëse, pra duhet një herë përgjithmonë të ngritet vetëdijsimi, të kemi një kulturë më të madhe dhe për shkak se nëse një drejtues i motocikletës e vendos helmetën, atëherë mundësia në rast të aksidentit, mundësia që të pasojë lëndime të rënda apo të përfundojë me fatalitet është më e vogël krahasu për shembull nëse nuk e ka vendosur në helmet. Komandanti i trafikut rrugor bëri të ditur se sipas planifikimeve të policisë, nuk do të ndalen deri në identifikimin e kundërvajtjeve dhe arritjen e rezultateve të dëshiruara. Në bazë të planifikimeve që i kemi, në bazë të situatës, gjendjes që zhvillohet në terren, ne si polici nuk do të ndalemi. Pra do të vazhdojmë në identifikimin e këtyre kundërvajtjeve, do të vazhdojmë deri në arritjen e efektit të dëshiruar që ata drejtues të motocikletave më në fund të vetëdijsohen, të ngritet kultura dhe kur dalin në trafik, të dalin në mënyrë të rregullt, domethënë të dalin me një motocikletë e cila është regjistruar, është siguruar, për shkak se kemë pas probleme në të kaluarën ku nuk u dit as prejardhja e motocikletave. Qëllimi kryesor është që ata t'i vetëdijsojmë ta vendosin helmetën. Domethënë helmeta është një siguri shumë e lartë për ata. Nëse ata drejtues motocikletave vetëdijsohen dhe e vendosin helmetën në trafikun rrugor, domethënë gjatë ngasjes së motocikletës, atëherë mund të them që ja kemi arritur qëllimin të gjithë. Për fund, kapiteni Saçia tha se mosvendosja e helmetës pason me një gjobë prej 100 eurosh, ndërkaq te kundërvajtje tjera gjobat janë më të larta dhe se do të vazhdojnë me aktivitete preventive të policisë.